Ka një pyetje që asnjë prind nuk do donte t'ja bënte vetes. Sa kohë i ka mbetur fëmijës tim? Dhe fatkeqësisht, kjo është pyetja me të cilën është përballur Geraldina Rexhepi. Ajo është një nën, një grua e fortë dhe gjithashtu një personazh i njohur i jetës publike të Kosovës dhe stiliste shumë e talentuar. Por sot do të vi në seanca e parë për të ndarë përjetimin më të rëndë të jetës së saj, atë të humbjes së vajzës së saj, Rebeka. Geraldina, përshëndetje. Përshëndetje, ju falenderoj për ftesën. Ne të falenderojmë ty, jashtëzakonisht shumë që e ke pranuar ftesën tonë, veçanërisht për të ndarë një dhimbje kaq të rëndë. Jemi në mars, Geraldina, në muajin kur Rebeka humbi jetën, në muajin kur Rebeka kishte ditëlindjen, dhe ky mars shënon 10 vite të ndarjes së saj nga jeta. Si ka ardhur për ty ky mars i 10 pa Rebekën? Unë të vetmin term që përdori për statusin e saj është se them Rebeka ka shkuar. Nuk përdori fjalën më të rënda. Dhe muaj mars çdo vit është shumë i dhimbshëm. Problemin më të madh e kam gjithmonë me datat, me numrat. Unë e kujtoj ditën kur ajo ka shku për disa orë më herët, unë kom qenë duke kalu në për koridor, se në fakt ajo ka shku me 17-in, disa minuta pa kalu datën 18-in. Por zyrtarisht është regjistru si me 18-in. Edhe unë e kalojshë në për koridor edhe e ngris kokën edhe e shoh datat 17 mars. Edhe i thash vetës, pse më ngulit kjo datë në kokë? Pa e datë ka vazhdu me mbete ngulitë në kokën time dhe t'ju them të vërtetën, intervistat këtilla unë e kom refuzu gjithë kohën. Për arsye se duke marrë parasysh teknologjinë dhe zhvillimin e saj në ditët e sotit, unë jam di emocionalisht e abuzuar. Por me qenë se tash ky muaj është përvjetori i 10 i shkuarjes së saj, unë kam vendosur të bëj disa intervista në mënyrë që ta përkujtoj atë në mënyrën më të mirë. Sepse në njëri është i gjallë për aq gjatë sa kujtohet. E ajo do të jetoj sa ta kujtoj unë. Në këto 10 vite, çfarë ka ndodhur me dhimbjen tënde? Koha të ka mësuar të jetosh me të, është përpunuar, apo nuk është larguar asnjëherë, ka mbetur e njëjtë si në ditën e parë? Po, me qenë se kemi njonën e cila është psikologe, unë dua ta bëj një shpjegim. Në asnjë moment nuk kam kërku ndihmë as prej psikologëve, po ashtu nuk kam përdor as barna farmaceutike, të cilat do ta shtynin dhimbjen time. Në fakt unë mendoj që dhimbja nuk zhduket nëse e shtym për një moment tjetër. Dhe në fundit fëmiu im e meriton që unë të ndjej dhimbje. Në 2 javë para pas shkuarjes së saj ka ndodhur diçka shumë interesante. Unë s'kam qenë në gjendje me qarë. Nuk kam ka dalë asnjë lot. Isha shumë e nervozuar me vetëm pse kjo po ndodh. Kurse tash, unë e qaj shumë, po qaj kur jam vetë. Për vetëm në arsye se shumë shpesh më janë keq përdor lotët. Mund t'ju them diçka shumë interesante, javën e kaluar, mjeku mi ka ordinuar lot artificial, sepse sytë më janë tha. Pra të 2 javë që the që ke ngrirë dhe nuk e pasur lot, e gjykon akoma dhe sot veten? Jo në asnjë moment. Rebeka ka qenë smut shumë gjatë, ka rënku shumë gjatë. Edhe unë mendoj që reagimi im ka qenë si arsye që për herë të parë jam gëzu që ajo është liru prej dhimbjeve të trupit saj. Ato që ka ndodhur unë e kam përjetu
si shlirim për te. E kuptoj. The pak më përpara Geraldina që kishe një lloj inati brenda vetes, pse më ndodhi mua kjo. Pse e vishe veten me këtë lloj përgjegjësie? Ndoshta edhe pse njëri prej profesioneve të tua është mjekësia, ti je diplomuar për mjekësi, apo çfarë? Jo, unë kisha inatin pse s'po mund të qaj. Për ndryshe, ato që na sjell jeta dhe mënyra si na trajtojnë njerëzit rreth nesh, nuk i përcakton vlerat tona. Vlerat tona përcakton për mënyrës se si ne reagojmë ndaj këtyre gjërave që na ndodhin. E vërtet. Unë nuk kam në asnjë moment asnjë peng. Ka njerëz që thonë a frigosh prej karmës, as prej saj si jam frigu. Unë mendoj që edhe pse s'mund të them që besoj në Zot, unë besoj në një fuqi më të madhe se ne. Edhe mendoj që ky ka qenë fati im. Mënyra se si unë do të përballem me te, me sa dinjitet do ta trajtoj, si do të mundohem të jem një nënë e mirë edhe për fëmijën tjetër që kam, Pa diskutim që je. ajo kush unë jam. The pak më përpara që të janë keq përdorur lotët. Unë e di që historia e Rebekës është një rast i njohur në Kosovë, por edhe në Shqipëri, sepse betejë e saj me sëmundjen e rëndë ka qenë shumë e gjatë. Por pse mendon dhe pse thuaj që të janë keq përdorur lotët? Kush mund të përdorë lotët e një nëne në një dhimbje kaq të thellë, kaq të madhe? Si fëmijë jemi bërë shumë të pandishëm, në Kosovë sidomos, ndoshta edhe në Shqipëri. Po në Kosovë ka një bum televizionesh, një bum podcastave, dhe njerëzve që kanë vendosur merren me media, edhe po, historia ime është interesante dhe unë jam interesante se njëri ju jap material për titull. Por kam pa raste kur jam ftu për tjetër temë, titulli ka dalë çka thot nëna vajza e cilës vdiq nga kanceri. Apo më kupton? Do të thonë kjo është ajo klisheja e mediave clickbait. Jeni ndjerë abuzuar në dhimbjen tuaj, është e drejtë, e kuptoj. Geraldine, çka ka ndryshuar në dhimbjen tënde në këto 10 vite? Po dhimbja ime gjithsesi më ka bërë njëri shumë më të pjekur, shumë më të fortë, kam pjekuni emocionale shumë më të madhe, kam guxim shumë më të madhe në jetë, nuk i frikona më asnjë sendi, nuk ka asgjë që mund të më nxjerrë nga takti. Dhe këto janë vlera shumë të mëdha për një njeri. Nuk besoj që do t'i kisha sikur se mos të kisha përjetu një dhimbje të këtillë. Unë jam njeri pragmatik dhe mendoj që ky pragmaticitet i imi më ka ndihmu që edhe prej dhimbjes mundohem të marr diçka pozitive për të mund të vazhdoj tutje. Megjithatë, kur folëm bashkë në telefon, Geraldine më thej që dhimbja për ty unë e çova po të ismi pelot. E ndjeva dhe të kërkova dhe ndjes që të bëra ta përjetosh edhe një herë dhimbjen tënde në ato momente, por më thej që dhem njësoj. Çdo moment. Më thej që dhem njësoj si ditën e parë edhe pse kanë shkuar 10 vite. Gjithmonë. Çdo moment. Çfarë